A e ke menduar ndonjëherë se çfarë do të thoshin ëndrat e tua nëse do të vinin të shikonin në ditën e fundit të jetës tënde? Një i moshuar ndodhi në shtratin e spitalit. Dritat ishte të zbeta. Ora në mur duke sikur ecste më shpejt se zakonisht. Ishte në orët e fundit të jetës së tij. Dhe jeta po i rrëshqiste ndërgishta. Frymëmarrja e tij ishte rënduar. Syt me zi mbante hapur. Në një moment, ai ndjeu si kur dikush ishte pranë tij. Hapi syt me vështirësi. Edhe rreth shtratit të tij, pa disa figura të mjergullta, të heshtura. Ato ishin si hije që prisnin diçka. Me një zë të dridhur, i moshuari pyeti. Miq, kush jeni ju? Edhe një zë ju përgjigj. Ne jemi ëndrat e tua të lëna pasdore, ato që nuk i realizove kurrë. Një tjetër tha. Ne jemi dëshirat e mundësitë që i shtyve për më vonë. Një tjetër. Ne jemi vizioni yt, që nuk pati kurrë guximin të bëjë realitet. Edhe akoma një zë tjetër i foli sërish. Ne jemi gjithçka që mund të ishe, por nuk e bëre. Ne jemi jeta që ti mund të kishe jetuar. Plaku uli syt, u mbush me keqardhje, dhe një loti vetëm i rrëshqiti në faqe. Më vjen keq, tha ai. Më falni që nuk ju dha shkollën që meritonit. Por ju falenderoj që erdhët të më thoni lam të mirë. Në atë moment, njëri prej tyre u afrua dhe tha. Jo, nuk erdhëm të të përshëndesim. Erdhëm të vdesim me ty. Ndalo për një moment, edhe përgjigju me sinqeritet. Nëse sot do të ishte dita jote e fundit, çfarë do të dhinte më shumë? Gabimet që ke bërë, apo jetën që nuk e jetove? Do të dhimbnin fjalët që the, apo ato që nuk i the? Rrugët që more, apo ato që nuk pate guxim t'i nisje kurrë? Kjo histori nuk është vetëm për atë të moshuarin në një shtrat spitali. Është për mua, është për ty, është për çdo njeri që e shtyn jetën për më vonë, për çdo ëndër që pret momentin ideal. Është për çdo shpirt që thot, do ta bëj kur të jem gati, por harron se jeta nuk pret askënd. Sepse çdo ëndër që nuk e jetojmë, nuk mbetet për më vonë. Ajo shtuket. Çdo dëshirë që e shtym, nuk pret pafund. Ajo venitet. Çdo mundësi që lëm të kaloj, nuk kthehet gjithmonë. Edhe një ditë, pa paralajmërim, të gjitha këto do të zhduken bashkë me ne. Dhe ndoshta kjo tingëllon e rënd. Por është çliruese, sepse të përballë me një të vërtetë të thjeshtë. Ti nuk ke kohë pafund. Ne jetojmë sikur kemi gjithmonë atë momentin që e shtym për më vonë. Por nuk e kemi. Ne jetojmë në një iluzion. Mendojmë se kemi kohë, se kemi kontroll, se jeta është e garantuar. Por e vërteta është një tjetër. Ne nuk kemi as të kaluarën, sepse ajo ka ikur, dhe as nuk kemi të ardhmen, sepse ajo ende nuk ka ardhur. Ne nuk zotërojmë asgjë përveç këtij momenti, këtij sekundi, këtij çasti, kësaj frymëmarrjeje. Dhe mos harroni, çdo ditë ka dy krijime. Ajo që ndodh, edhe se si ne zgjedhim ta jetojmë. Kjo është fuqia jonë. Por njerëzimi ka një sëmundje të heshtur. Ajo quhet pritja. Presim të rritemi. Pastaj të stabilizohemi. Më pas kohën e duhur. Presim të martohemi. Presim të kemi më shumë para. Presim pensionin.
Presim momentin ideal, presim një ditë që nuk është sot, presim sikur jeta jonë të jetë duke na pritur ne. Dhe ja ironia. Kur më në fund arrim aty ku mendonim se fillon jeta, ndalemi. Shikojmë pas edhe ndjem një boshllëk. Kuptojmë që jeta nuk ishte kurrë atje. Jeta ishte këtu. Ishte në mëngjeset që i kaluam me nxitim, në mundësitë që i lam për një ditë tjetër, në momentet që nuk i jetuam. Shumica e njerëzve nuk dështojnë. Ata thjesht nuk provojnë kurrë. Ata nuk bien, sepse nuk hidhen fare. Ata i thon vetes: kur të kem kohë, kur të jem gati, kur të vi momenti i duhur. Por momenti perfekt nuk vjen kurrë. Dhe ndërkohë, jeta kalon. Kalon ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, vit pas viti. Derisa një ditë kuptojmë që kemi jetuar për të mbijetuar, edhe jo për të jetuar vërtet. Imagjino sikur çdo mëngjes të thuash: dita e sotme ka rëndësi. Sot nuk do të shtyj asgjë për nesër. Sot nuk pres. Sot jetoj. Sepse një ditë nuk do të kesh më kohë për të filluar. Edhe pyetja që do të mbetet është: çfarë humba duke pritur? Por kemi edhe lajm të mirë. Ti nuk je akoma ai moshuari. Je akoma këtu. Ende nuk është fundi i historisë tënde. Dhe ti ke ende mundësi për të ndryshuar drejtimin. Dhe kjo do të thotë vetëm një gjë: ke ende kohë për të ndryshuar gjithçka. Jo nesër, sepse nesër është justifikim. Jo javën tjetër, sepse ajo nuk vjen kurrë ashtu siç imagjinon. Por sot, kjo është dita që ke. Kjo është jeta që po jeton. Sepse jeta nuk ndryshon kur mendon për të. Ajo ndryshon kur ti vepron. Një herë, në një bisedë me një mikun tim, ai më tha: kur të dal në pension, do të udhtoj. Do të jetoj ëndrat e mia. E pyeta: kush të garanton që do të arrish deri atje? Ai qeshi. Edhe pas disa bisedave të tjera u largua. Por nuk e dija që ai vendosi të mos priste më. Bëri një plan të thjeshtë. Jo perfekt, por real. Edhe disa javë më vonë më dërgoi një foto. Më dërgoi një foto nga njëri prej vendeve që kishte ndërruar prej vite. Poshtë saj kishte shkruar: e realizuar. Ai kishte vepruar. Prandaj, fillo të reflektosh edhe ti. Merr një letër dhe një laps dhe shkruaj. Shkruaj 3 ëndra që i ke shtyr prej kohësh. Shkruaj një vendim që ke frikë. Shkruaj një gjë që do të bënte të lumtur sot. Edhe për secilin bëj një hap të vogël. Mos mendo shumë. Mos e kompliko. Thjesht provoje dhe fillo. Çdo mëngjes pyete veten: nëse sot do të ishte dita ime e fundit, apo jetoj siç dua? Sepse në fund mund të mos pendohesh për atë që bëre, por për atë që nuk e provove kurrë. Mos lejoni që ëndrat tuaja të vdesin me ju. Mos I lini pas dore ato që ju bëjnë të ndiheni gjallë. Mos prisni pensionin, momentin ideal, apo lejeni dikujt tjetër për të filluar. Sepse çdo ditë që shtyni, një pjesë e shpirtit tuaj shuhet pak nga pak. Shfrytëzoje ditën. Jo për të bërë më shumë, por për të qenë më shumë. Për të jetuar me vetëdije, me guxim dhe me dashuri. Mos I lër ëndrat e tua të vdesin me ty. Fillo sot.
sepse ëndrat nuk shtuken. Ato presin që ne t'i zgjojmë. Çdo ditë e re është dita e parë e jetës tënde të re.